Në një fjalim të mbajtur në Virginia përpara qindra udhëheqësve ushtarak, Donald Trump e quajti trazira civile një armik të brendshëm dhe deklaroi se qytetet amerikane duhet të përdoren si kampe stërvitje për ushtrinë. Ky pojim erdhi pasi me urdhër të tij garda kombëtare u vendos në qytete si Washington DC, Los Angeles dhe Portland me qëllim luftimin e krimit dhe kontrollin e migracionit. Donald Trump shënjestroi përsëri qytetet e drejtuara nga demokratët duke përfshirë San Francisco, Chicago dhe New Yorkun, duke theksuar se do të vazhdojë përdorimin e forcave të armatosura për zbartimin e ligjit. Presidenti u shpreh se shumë zona janë të pasigurta dhe se qeveria do t'i trajtojë një nga një, duke i quajtur këtë një luftë të brendshme. Ai shtoi se kontrolli i kufive është jetik për sigurinë kombëtare dhe se nuk mund të lejohet hyrje e personave që rrezikojnë vendin. Në krah të tij ishte edhe shefi i Pentagonit Pete Hegseth, i cili theksoi se ushtria do t'i japi fund dekadave të kalbjes. Ai kritikoi gjeneralet dhe ushtarët e jamosur dhe kërkoi standarde të reja fizike të unifikuara për meshkuj dhe për femra, duke lënë të kuptohen se disa gra mund të përjashtohen. Nuk dua të shoh më gjeneral mbi peshë, u shpreh ai, duke cilësuar këtë si dëm për imazhin e ushtrisë. Në fillim të shtatorit, Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që ndryshoi emrin e Ministrisë së Mbrojtjes në Ministrinë e Luftës, një hap që sipas tij e përshkruan saktë misionin e forcave të armatosura dhe rolin e tyre aktiv në skenën ndërkombëtare.